Përshëndetje muzikal të rinjtërisë kudo që ndodhin, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në këtë ndeshje zhgënjyese, le të themi, Torino Inter 2-2, zhgënjyese jo vetëm për rezultatin, absolutisht, po edhe për performancën dhe për atë që dhan djep në fushën e lojës. Një ndeshje që faktikisht nuk është se kishte shumë histori, le të themi, deri minutë 70, më pas ishim vetë ne që rihapëm ndeshjen me dy gabime fatale, le të themi, dy gabime, i pari i Zielinski dhe i dyti i Carlos Augusto, me një naivitet, një neglizhencë, një gabim amatoresk, le të themi, në atë penaltit shkaktuar, dhe kështu mbyllet. Nëse do e analizojmë si ndeshje single, pra e shkëputur nga konteksti, e shkëputur nga gjithë performanca e kampionatit, patjetër kemi shumë çfarë për të diskutuar, kemi shumë rezerva, shumë çështje për të diskutuar, shumë gabime, le të themi, nga ana e Kivës, shumë gabime nga ana e ekipit, por nëse e merr në një kontekst më të gjerë, pra në atë të kampionatit, le të themi që nuk është se ndryshon shumë gjëra, pasi tashmë jemi vetëm 3 pikë larg titullit kampion, na duhet një fitore kundër Parmës dhe absolutisht shpallemi kampion për herë të 21. Megjithatë, një Inter që vinte në këtë ndeshje me disa ndryshime, për tu theksuar ishte paraqitja e Darmianit, aktivizimi i Darmian, gjithashtu Bisek, gjithashtu niste titullar sot edhe Suçić, dhe në krye të sulmit ishte Boni me Turam. Patjetër, një formacion i tillë, i kondicionuar, i kushzuar edhe nga ndeshja e mesjavës në kupën e Italisë. Pra, siç e tham, një ndeshje pa shumë histori, një Inter që në ritme të ulta, le të themi. Torino gjithashtu nuk është se kishte çfarë t'i kërkonte më shumë këtij kampionati, një Torino që e ka kapur kuotën e 40 pikëve, pra shpëtimin mbi jetesën Serie A, dhe siç e thash, një ndeshje që niste për gjumur dhe arrin të zhbllokohet me një krosim të Di Marcos, dhe është për të theksuar sepse Di Marco arrin në kuotën e 18 asist, është rekord absolut në Serie A. Di Marco thyen këtë rekord, siç e thash, i pari në histori që në një kompeticion serisar të arrijë kuotën e 18 asist, është fantastike. Dhe siç e thash, Di Marco kroson dhe Thuram është aty, shënon gol 0-1, çdo gjë në dishez, le të themi, dhe kështu mbyllet pjesa e parë, sepse realisht nuk është se kishte histori fare, le të themi. Torino që nuk po bënte asgjë. Kështu nis edhe pjesa e dytë, sërish një ndeshje e përgjumur, një goditje nga këndi, Di Marco sërish kroson, siç e thash, kapi kuotën e 18 asist, dhe Bisek është aty, shënon 0-2, dhe pikërisht atëherë kur dukej që ndeshja absolutisht u përgjum, ju vu vula, ndodha ajo gafe Zielinski ku humba të top realisht e patolerueshme për Zielinski, por deri diku edhe mund ta kuptosh, pasi lodhja, kondicioni fizik, mentalisht edhe e kanë hequr disi atë spinën nga priza, dhe Simeone shënon gol, rihapen ndeshja në 1-2, duket sikur Torino fiton vetbesim, Interi u fut në një kaos, le të themi, shumë apatik, lojtarët e ngrirë, Torino sërish pati një rast, një pritje e Sommerit, dhe më pas vjen ajo penalti, një penalti, le të themi, shumë e diskutueshme për faktin që mund t'jepej, mund mos jepej. Distanca ishte shumë e afërt, arbitri, nëse edhe dëgjuat, arbitri e gjykoi si pozicioni i duarve të Carlos Augusto ishte jo natyral. Themi të vërtetën, nuk e di se ku duhet i lindte ato duar Carlos Augusto, por realisht distanca ishte aq e afërt sa. Megjithatë, akordohet penalti, shënon Vlasic 2-2, dhe nga i moment Kivu bën disa ndrime që, le të themi, sot një notë shumë negative për Kivun, të tipit që gjitha ndrimet absurde, gjitha ndrimet pa kuptim, nuk dhan asnjë ndryshim në lojën e Interit, për të evidentuar një Boni shterp komplet, më ka zhgënjyer jashtë mase, sepse siç kam thënë edhe herë tjetër, nga një djalë i ri me kualitet dhe me teknikën e Boni, pikërisht këto raste që i jepen duhet i shfrytëzoj në maksimum, duhet shfrytëzoj aftësinë e tij teknike, shpërthimet e tij, por zhgënjeu. Gjithashtu edhe Pio aktivizua, zëre se nuk ishte fare, Mkhitaryan, Fratezi, Diouf, zhgënjime absolute. Realisht sot ndrimet e Kivut ishin, dhe edhe mund ta kuptoj në këtë pikë të kampionatit, domethënë edhe mund ta kuptoj, titulli është pothuajse i kryer, akoma jo matematikisht, por
thash nëse e heqim, pra e analizojmë vetëm këtë ndeshje të shkëputur nga gjithë performanca e Interit në këtë kampionat, është një ndeshje që patjetër ne si tifoz na nervozon shumë, sepse është e pamundur me një Torino të tillë nga 0-2 të barazohet ndeshja në 2-2, një Torino pa pretendime fare, një ndeshje e futur në kasafort, le të themi 0-2, nuk e di, qasja gjatë lojës ishte e përgjumur komplet. Unë mund ta kuptoj që disa lojtarë janë të lodhur, mund ta kuptoj angazhimin e mesjavës, megjithatë një ndeshje në 0-2 është e pamundur që ti sikur edhe në administrim, sepse ishte një Torino që nuk po të sulmonte. Ky ishte problemi, sepse mund ta kuptoja nëse Torino do ishte agresive, do luante lart, por ishte edhe një Torino që duke sikur ishte pajtuar edhe me rezultatin 0-2. Pra siç e thash, Kivu që nuk më pëlqeu fare, sidomos mbajtja e Zielinskit në fushë, duke që Zielinski nuk po jepte dot më fare, domethënë. Megjithatë, mbyllet kjo ndeshje 2-2, e rëndësishme ishte që nuk humbëm, tashmë 10 pikë është distanca nga vendi i dytë, siç e thash, na mjafton një fitore kundër Parmës në shtëpi në ndeshjen e radhës që të shpallemi matematikisht kampion të Italisë. Leti lëmë njanë zhgënjimet, mërzitjet e gjitha të kësaj ndeshje, shihen e keqe që na la kjo ndeshje, jemi pothuajse me një këmbë në titullin kampion, kështu që përpara Forca Inter, në të mirë në të keqe, le të mos zhgënjehemi, na pret, siç e thash, një festë e madhe, shpresojmë të paktën në San Siro. Kombinimet janë të çuditshme, pasi edhe mund të shpallemi kampion edhe pa luajtur fare. Megjithatë, ne duhet bëjmë tonën kundër Parmës në San Siro, kështu që të presim deri javës tjetër, shtyhet edhe me një javë. Absolutisht, praktikisht ishte shtyr, festa titullit ishte shtyr edhe nëse do fitonim, i vetmi ndryshim është që do na mjaftonte një barazim ndeshin tjetër. Megjithatë, asgjë për tu mërzitur, në të mirë në të keqe Forca Inter, duhet jemi entuziast, duhet jemi krenar për këtë ekip, jemi shumë pranë titullit kampion, një titull i papritur jashtë komplet çdo parashikimi, kështu që Forca Inter. Ju përshëndes, Zikaltar.